Sot e kena temën personaliteti I njeriut. 3 llojet personaliteteve të njerëzve ka. Njona është qështu sikur zemra, që e lën dikon tjetër m'ju përzi dhe ja prish dite. Tjetra është mendimet karusel, kur nuk din mi palu në për fjokat në për dollape, pe tham. Mendimet, se ti bërë dikush karusel, mendimet e tuja. Do me thonë, çdo mendim tondin, ta nënvlerësojnë, mundon me të manipulu, munden me të ndryshu mendjen, edhe ti prap se prap kthesh edhe thush mire ka, ai tjetri e ka mirë, ti se ki. Do me thonë, ndjenjat e tuja dush mi ndiku. Ndjenjat e tuja dush mi ndiku, kur nuk gaban. Edhe nëse gaban, ki gabu se ki desh me provu. Po shumicën e rasteve nuk gaban e se ndjek ndjenjat e tuja I përcjell. E treta është personaliteti o si kur I jemi që e kom bo unë tash. Se dhuni kom pas që ato 2 tjera, po tash e kom personalitetin e fort, edhe nuk mundet me mandru mendjen dikush pa dasht une. Okej, a mu do ke pas të dikant o hini pa hiri, zërë, pim bas pirdeve dull këto. A që disa u korrita, mirë dita arsimtare, profesoresh, mirë dita njësir dhe. Kështu që, apo më kuptani, 3 llojet personaliteteve janë. E para është, rrethin që e ki, nuk e ki të mirë, dush me ik pjat I rrethit. A e dini sa njeri është që bjen depresion për I rrethit që rrin me qatë rreth edhe vetëm mbushet me negativitet. Po e vërtit 3 personalitete. Po kur s'kom folën edhe vërtete, Rolex, hajde kallëzëm që mu. Cilin e ki ti? Rolex, a e ki si t'jame? Tretin, atë parin, tretin, të parin. Jo, Rolex e ka 2-tin. Nuk e ka 3-tin. Okej, kështu që, rrethin që e ki, që e të ndajt me qatë rreth, ndoja menden vetit, a je tu zogën, që shtojnë tu thith, je energji negative, apo je pozitive? Shumë e vërtet, negative, një katë me poshtë. Kush në gana ashtu, që shpo me ndonë? Apo më kuptani? Nëse e keni një rreth, ndroje rrethin, ndryshoje rrethin, nëse nuk e ndjen vetën rahat, a e ki pa ku shkon të dikosh një person, është një energji negative, diqysh. Ta jepi një, dush me këqy që shpo ulesh, dush me këqy që apo fol, dush me këqy që shpo han. Apo din, do me thonë janë do njerëz të japin energji negative. Se të këqyrin të qysh pa lidhje. Që ky Rolexi kur o konë të une për shambull, me shoqnin tjetër, a dini që më ka pëlqy? Se unë I kom bo mundi që ashtu. Jo ndi si kur shpit vetë. A ka diçka ma mirë se kur e shten një person mrenda, edhe mundi pa komplekse, bile që ky Rolex ju shtrejke si andiki heq, a kena vend mu në koqa, s'kena atjerë, ku duke mu në tokë. E vërtet, të thëtë, a o që është? Edhe reke si pasha, dikush e mlejke, dikush e apke astekin, dikush e atë bike pije, dikush e lojke syzat, qështë që, a vëtë të qysh, arën? Do me thonë, që ajo është kur I jep një njerit, nisi isha me grip pak, po pak me grip, alla, të kena s'muna, po mdoket, të shiu të ka këfto. Nese, të ka s'mu. Kështu që edhe nëzemja që ki lodhes, të natë, të nditen, 6 muja, 7 muj, nese, po bëja I gore pak, kështu që për me bo një personalitet të fort, duhesh me ndryshu shumë. Duhesh me ndryshu rrethin tanë, duhesh me ndajt me njerëz pozitiva, duhesh me ndajt me njerëz që ka një qëllim edhe një ëndër që si intereson rreti tjetër. Përveç familjes së ngushtë, nëse baba, nona, vllauz, motra jënë, okej. Se normal që edhe ata të përkrahin, nëse nuk jo negativa, se ka dhe për tyne që negativa dhe familja, pak më e gjanë, do me thonë motra, vlau, këta prind në varë që shërit një çfarë fryme. Po nëse I rritin qatë frymë, do me thonë largohu sa ma rallë, shihi vetëm kur të merë malli shumë, qashtu Rolex, bravo. S'pas në mbash, kena fillu të fukaro, asë mos po më qilojnë, asë ty që të qashtë këtë dyja. Nese, kështu që, nuk e di ku jeni,
ju mundeni me ditë dhe me gjithë veten. Njonin pi 3 personaliteteve duhesh me pas. Këqyre rrethin tënë me kënd jetu ndajt. Largoje se besam, e keni vrejt, unë një njeri negativ kur është tin lajfi tem në mbromje, do me thonë mi largon 30 vjet tjerë. A kuptan? Do me thonë edhe ajo ka një do me thonje, kur hiper me folë qëtu që tema që kom drejt, nuk e marrë kërkon. Pse? Se unë du me folë, unë du me dominu, unë du me folë. Për kujna i pelqen, kujna si pelqen, që dira ku është dhe ljashta, e keni pat vidën që e patë bo. Faleminderit Rolex shumë se buna i gore, s'ka lidhje, veç që t'ka koj zemra balë, shumë faleminderit. Për një me Rolexa, e qyshe që të t'jashta ne, i shkon të po andras që ka di gjobile. Unë e shkruva edhe në komente, dhe është kur që shkoj që tash. Oh my god. A keni qef me forcu personalitetin? A keni qef me ndajt me qatë rret, mës me ndryshu? Apo keni qef me pas karusel, do me thonë mendime, mës me dit me ndane për fjuka, me të manipulu gjithë kush, me lujt me lujt gjithë kush me ty. Jo, heq Rolex, betona. Betona, që bële mu me këqyrë, jo, nuk e di sa o konora që e ki shkru, edhe me nikin ku shkru më privat mu me këqyrë ore që i ku thonë në e gatje me shku, kur të shkoj qësë. Njerë dhe ishta me dalë, po thash i mërë pello që ati vete si luani, që ati përi, po shaondra. Po a e din qëfar gjumi ombel është kur të merë gjumi në live. E ki provu njerë ti Rolex në doket. E mine mirë dita, ose mirë mëngjesi dhe disa minuta. Se di sa e një të më kuptu, e di që s'pju pelqen, se për me ndryshu nuk është letë, se mas pari dush me respektu vete, rrethin që e ki, që jetu ndajt me të dush me ndru, s'ka lidhja o motra, o vlla, o nan, o ba, me ndajt sa marrall me ta. E kur ta forcon personalitetin, kur shohin ata aty që jetu fol me një bindjet plot, si kur unë e sot ose gjithmonë, të respektojnë ma shumë. A e dini? Një njeri që ka mendimet karusel, një njeri që ka rrethin e kesh, dhe me thonë, që manipulojnë e bojnë, aty nuk respektohesh, ik prej aty. Mirë mëngjesi jeta. Mirë, jena shpesoj që dhe ti e mirë. Se di sa e një të më kuptu, a e dini që do me thonë personaliteti, kur e zhvillon personalitetin. Personaliteti nuk ka fund për suksesin tonë. Si pike par vet i kin djenjat më të mira. I kin djenjat e tuja më të mira, e din qka don, e din ku don, e din pse don. Okej? Ere bë, nuk e di me kënë jeton të, a jeton bashkë ata një kulm që i ki, ndër një kulm që jeton? Ata ti ka falë zoti, mundesh me marrë një shpi me qirati vetë me iti kur me dalë. Nëse i në Kosovë s'ki ku me shku. Me burë, po vetë e ki zgjedhë qatë burë. A ki zgjedhë vetë burin? Ata ka zgjedhë dikush tjetër. Po, mos beso as kujna, shkrujer e pyetjen. Vet po i ka familjen. Të kidesh me shu familjen ndërshta? Ere bë? Nuk të kuptova, do me thonë është diçka vet po i ka. Nëse mundesh me sfigu dhe një hera? A vet po i ka ndërshta ki i këtë buri, apo? Po...
e ka edhe familjen afër që manipulojnë. E manipulojnë burrin a? Që je burrin një training, edhe thuj ose shko shërau, ose goodbye Charlie. Se ajo rritën qatë frym, ajo ka shumë ma zërë se ti me ndryshu. Ti mundesh mi hapë sytë e tu, ti mundesh mi hapë sytë e tu, edhe mundesh me ndryshu. Mos i beso as kuj kur gjës më ki kalzu, as që po m'interesan bile. Shqipëran për shëndet janë i bukuroshe. A je qaj që fulla dje me ty Shqipëran? Kom shkru diqka më doket, nuk ma ke këty përgjigjen edhe prome dhe sa? Qka jo? Qka jo Shqipëran? Personaliteti e lu një rol shumë të madhë në jetën tonë. Më falni se du ta me shkru një kujna mesazh. Personaliteti e ka një domethënie shumë të madhe në jetën tonë. Qysh e kemi personalitetin qashtu jena? Kush ashtu Eridona? Me kënde ki? A me si qurre jerem? Me kon t'ina faka jeme kere, s'di që kësha bo, kësha mbyt vetën. Prit të hekim qëta se ka të reklam mi bo vetit, hajt goodbye, po lojt ka ndash për përmbasit. A e dini që do me thoni personalitet që s'mundet me të mposht kërkosh, nuk mundet me të shkel kërkosh, edhe bën që ata don loqka zemrës. Nuk jeton për njerëz, po jeton për veti. Loj, lova. Amin. A u kuptum? Nëse dikush do me ndru personalitetin, jenë vendin e duhur. Forcoje personalitetin që s'mundet kush as topi me ta lujt. Qaro, Lex. Faleminderit për kuan. Ndoshta ki mujt me ndaj edhe pak far bloka, far shtumja, far... Si shboj Gjoviq, hajt. Qështu i kje dhënit e ti kur t'vi, hajt. A u more vesh? Pam ti pa vrati. Okej, ta kum bo një vede shumë të mirë, relax, po nuk e dija ki numërin tam, me ta dërgu. Me dikon të shpirtit tënë, a hina o peta? Dulë bas pete hini o pet. Relax, a vëndin. Nuk i dija ki numërin tam, halo. Ta kum bo një video, po vini nati me ta dërgu, shumë e mirë është. Okej? Hashko, ta shkallo mirë. Kështu që, nuk e di, unë isha dhe njerëzit prej komenteve që a shkruj, i vrej që i kanë... okej, ma mor me, ja. Ju se di e ki numërin tam, ndështë tam ki bu bloka, se di. Haj se di e më s'mandro temen, tash qao kalë mirë.
Po edhe unë e kom hek, nuk gjoj mo. Nuk e ka. Mo më shërdash. Hej, ndikoni, lem tash të hintim. Se kom kohë një caktume se s'kom kohë shumë. Faleminderit Rolex shumë. Hajde qa, se ndijo. Ika dhe hajnë. Shqipëra nuk ka këti pra, nuk ka këti. Nuk ka këti po vakit kompërzime dikon tjetër, se bjerni në njajtë, okej? Mundet me ndodhë. Besoj që numri i njajtë. Numri, që e më të full numri. Bjerni i njajtë. Njerëzit që e kanë personalitetin e dopt, e kanë jetën shumë atë vështirë, edhe thojnë nuk kemi fat. Fatin besoj që kërkuj se andalë Zoti, unë e besoj. Jënë disa sende që duhet me ndodhë. Lindja, vdekja, ndoni taksirat, që thojnë, adin, është e shkrume ka njerë, vjen. Ndoshta je mushti gjinohet, tani djena e dy qyshtë sile, që ashtot e thënë qafen. Edhe kështu që, nëse keni një personalitet ma të fort, folni me një bindjet plot, vendosni vetë, besomni që shumë ma mirë keni me pas mund. Vetë tjut, dvin sendet e mira. Dikush ma shumë e vlerëson pastërtimin në shpe, pastërtin, ma shumë e respekton dikon tjetër, se vetër. Edhe unë jëmë konë qashtu. Për që ta po foli, se edhe unë vetë jëmë konë qashtu. Ka njëre smut jëmë konë. Nuk kom ditë mi thomë safirit nuk muj. Mës hajde. Jëmë që ndështë ta qashtu e smut. Jëmë që jëmë ly pak mësë me mpa që jëmë e smut. O petë të më shif në bas fasades. A di si u shpijat e vjetra që i mlojnë me fasada që i mlojnë. E pse me jetu me fasad? O ti me pas topa ishe sill ma mirë. Se topa kanë burrat. E a din që dhe me thonë me konë burr. Po ti këke as gru, as burr. Ecë mërkuder, birqeni. E ka jam së në qëtë pitakti, që ka dhe së më dalë. Tëp! Qenë birqeni. Qenë birqeni. Asë mi bile. Ja, mu që njëri jere, kështu biga i halë, vish me folë flisë për qefi. Kishe vëtë e më kalzuaj mu qa me mush. Asë s'ka shansë me më pa mu. E di që shumica nuk e marin parasysh që tim. Se thojnë vetit jo në nuk mëj me ndryshu. Jo njëm budalit, jo njëm naive. Jo ma mirë letë vendosë dikush tjetër për mu se po gaboj. Ku është problemi nëse gabojmë? Hajde të regom një ku është problemi nëse gabojmë. Na nëse nuk gabojmë, na nuk mësohemi kur. Nuk e dini që do me thonë me pas një personalitet fort. Nuk e dini edhe ngellni rini me qatë personalitet për shamë. Shpejtim për shëndetje. Faleminderit për follow. Okej? Personalitetin, unë e kur kom fillu biznisin e kallzova dje, e kom pas krit karusel. Si pike parë, më vjeni nati pse burri jam u duf me vendos për të ardhmen teme. Tash jem në gjendje me lon burrin edhe biznisin se lo. Pse? A mundeni me kuptu shto? Hajde para gjykojmë një mu. Burri u duf me vendos për mu, për me fillu për të ardhmen teme dhe tina dhe krejt familjes teme, për një kvalitet jetës, aty u konë po ose jo me vendos. Nëse kisha thonë jo, mu e kisha fshi për i mendjes teme, ndështë se qash naive, që s'kom desh me ndryshu jëm tut.
pse mu tut për diçka mirë, se personaliteti kur të forcohet. E thash, e din çka don, e din ku don, e ndjek intuitën tënde. Ndjenja, ta ki pa që të njeri ka dy truj, ka një këtu, një në bark. Që ata që ndigojnë këto në bark, se qëto e kena karusel, se na kanë bo njerëzit, na kanë eduku. Po kur e ndigon që ta, nuk gabon kur. Tash s'po di sa të lejon t'i burri e familjarët e burrit e se për manipuloj kanë burrin shumë. Ku jetan? Leila Berisha shumë e vërtet. Amir gjithashtu. Në Gjermani. Nuk e di tash sa ta manipulojnë burrin, se nëse e ki burrin hulaj, mendimet i ka karusel. Ndështë i duhet me kuptu dhe burrë çka dush me boti, për me forcu personalitetin. Normal që i hap pas hapit. Hap pas hapit do me thonë ndryshohet. Kretë në varë që shte kini rrethin. Mas pari duni me ndryshu rrethin nëse mundeni. Ose me folën 4 sy me partnerin tonë për shembull, ERB, mull me folë me burrin tonë 4 sy, ai ka do me ndryshu. Me zo shumë qetë. Me këqyrë në sy. Këto e shajat e para që duesh kur e ki përballë një idiot që nuk të kupton, ma mirë është me folë me zatë vogël, se me rritë dytë zanin edhe mu bo katastrofë edhe mësë me kuptu kur gjëjsh. Në fundit o petë kur gjë s'ki kuptu, as nuk ki ndrejsh kur gjë. Nëse ulesh edhe folë si njeri, mu nuk ka të mpelqy qështo. Unë për veti për du me ndryshu. A je një që më përkra. E qka për do me ndryshu? Si pike par manipulimet e tuja që pi merë, që po thit. Se je naiv, se mashkujt shumica bo naiv kur ju konda. Jo ju se, është edhe e kundërta. Nuk po foli veç që më të folë stash me ERB-n. Edhe nëse i prishi, mashkujt ju në konë gjithë prisht. Edhe na femnet le të prishem. Ju ham e na boja, jo nuk ban. Po vjen shumë keq, ju se po vjen keq ta përmenda bile ju serin, se si avlin as në ta lexuja as foto, as personalitet tondin, zhnjë e ki personalitetin, vjen shumë keq, kështu që qërë më ishtë pi grun tonde, për tjerat mësë kujdes. Ti në kofsh burr, kujdesish për burrin, për grun tonde, okej? Përshëndetje diamant. Pse mu a mendoni që burri jam më ka prish? Nëse më ka përkra, ka desh me mbo pa të mvarne? E di qka du, e di qka bëj? A e din që një femën naive ma shpejt mundesh me mashtru, se një femën që ka vetë besim? Që ju mashkujt falni, a ma përpara e mashtroni një femën naive, a një femën që ka vetë besim? Astrid, përshëndetje. Qa pas ka po? Qisa njeri pa shkollë TikTok-u. Po t'ka pris se tash je zonja vetës. Wow! A është të mbare me koni femën e vetja zoja vetit? E vërtet se manipulohen letë prej familjes të vetë, di mendojnë se veç familja pej babës e nanës ruhet. Leta nëse, Miki, mirësi dhe. E zemër Luqka. Besomni, nëse një motër e jemja e ka një energji negative, sa ma rallë foli me ta, edhe sa ma shkurt. Nëse vladi jam mundona me mësu din maksimum,
që me smelon mu bo i mvarun. E knaqë, Astrid, krejt. Krejt e ki knaqë. E ki knaqë. TikTok-i thot është mbare, është keq nëse një femën e forcon personalitetin. TikTok më falë. Ndështë e ki shkru që ashtë, po se ki cek. Tash po të kuptaj. Po ka si njerëzve, shumë ki drejt. TikTok. Ka si njerëzve që mendojnë femna u bojë pa mvarne, ka vetë besim ma shumë, e ka një personalitet fort, do me thonë ajo është prish. Jo. Për 100% ju garantoj që unë për veti nuk ga boj. Është fjallat e morali. Se të forcohet personaliteti. Me gjithë edhe burrit tënë, kur të folë me ta, folën 4 sy me ta, folë si njeri, nuk rritën zonat, edhe edukohet krejt familja. Pse kanë thonë, ma mirë është me pas gruja ma shumë shkollë se buri? Pse? Se që ajo gru t'i edukon fëmin. TikTok shumë e vërtet. Tash po të përkroj, tash po të kuptoj. Është gabim. Një vajzë i ndodhi kështu, ishte shumë e mirë në moral. Qka i ndodhi? Qka ka pas mi ndodh asena? Nëse ka ndodh, ti nuk ja din asena historinë e sena. Edhe qka vizlon nuk është ari, mës harani. A keni pa shumica njerëzve, ju kisha lut mashkujt shqiptar, ndigani. Mës po një dasmat ndoja, amanet pjullu. Për para s'kan bo dasmat ndoja, po kanë jetu. Se që e femen, që të merë mja bo një dasëm të madhe, që qëtë kushte, mës e shtin shpi. Sa ajo hala pa t'hin shpi, po qëtë kushte. E tratoj burin. Carmen Soliman, a e dim pse traton një gru, nuk respektohet, edhe hakmiret. Kuptoj e qëta, njëherë për gjithmonë. Bashkë femrat e grytra se tratojnë burin pa ata që i leni në shpje e zdin që ka dojnë si të gjenë rasin e... Bashkë, shumë e vërtet TikTok. Ku pe din të që ka pas mirë? A e din që ka burra me 2 ftyra janë? 2 ftyra i kanë. Dhumë si qike i bojnë grus, qeshen me njerëzit e tjerë edhe ju bojnë mirë njerëzit e tjerë. Ajo është fatal njeri, fatal budal njeri është qaj që i bojnë qësi sende. Po atër pëse s'ka bo buri vetë pare, gjdo femen ka qif pare, gjdo femen ka qif një jetë ma luksuze, ma të mirë. Letrina i me të vjetren, mirja ka bo, edhe pashalartë jo nda, ku është problemi nëse o nda? A dini që ka femna ma të zoja se mashkujt, ma përpara një femen vetën se një mashkull. Gjemal që po mendon. Po leta e vërtet, edhe unë e mendoj si ti. Unë nëse vjen puna, që nuk e du më burin tem, hin i treti person mes neve, ose i thon burit u dhambar, se e kilon me hi dikon mes neve, ose nëse unë e lejoj dikon me hi mes neve, u dhambar burit, goodbye Charlie, po ka shumë. Pse po folim të tradhtia? Pse dulem të tradhtia? Po më tregoni? Pse e shtinin live-in tem një temë negative? Jepet me një live-it një energji negative. A pesheq mendime që keni?
Pse folni shumë, s'folni për veten e juj. Une nuk të rathoj, thuj. Une e kom burin e mirë, une e du burin, e mbroj familjen, ose e du grun. Zemra. Mirja bëj femnat mashkull. A më dive që a thash zemra? Femnat tha qështë tha dikush? Si thash, mashkull janë të prisht. Le të prishin edhe femnat. Le të bëhet krejt rëmuj, krejt le të bëhet palidhje. Le ta shoj njërë mashkull që është me bo zullum gruja. Këqyre një njëre. A e dini që një femen me dasht e shkatron një burë? Femna 1.000.000% është ma e fortë se burri. Vetëm mashkujt bajnë rënë. Kur gjë tjetër? Mashkujt ishtë bajnë baron. Kur gjë tjetër? Që ba është telë mashkulli. Po që sa kanë tru shqiptarët, e lodhin trunin, edhe punojnë jashtë, edhe shojnë femna ndejnë gjatë gjithë ditës edhe rinë t'ja bu. Kur kalojnë femna, t'i paritin sytë. Kur shkojnë të shpia, e gjojnë atë qyqe, ja ka bo buken, ja ka lo brek, gjitha qatë ka qifaj. Edhe thot jom lodhën. Qa me bo? Nuk e di. Mdhime në tha njërës sigur vetë që jom konë që kom pas një karusele kom pas mendimet. Gjithë kënd e kom respektu ma shumë se veten. Edhe sot, kur mundona mi bo mirë dikujna, e respektoj, e haroj veten, ja më shoj vetit. TikTok. Qysh po me ndonë zemra, loqë sa dush bën mirë, e mira s'kthehet. A ki dish me thonë kthehet. Se së hitë ka donë në shtatipër. Jo, duhet me ditë ku po bën mirë. Unë e di që dikush fugara, është i smut, nuk mundet me punu, aty ndimoj me zemër. Aty ndimoj me zemër, nësë është dikush i smut. Po e thash dhe të ashtu duhet me ditë ku po bën. Une kur e shoh që dikush i smut në familje, jënë psiqikisht keq. Pe marr shembull një të njofshmet në Kosovë. Burri vet rikën tezga. Shit ke ndërmluj m'pej, shnulla, si sendit vogla, din, të shritojnë, balona, qashiti diçka tjetër, sendi pa lidhje, asit lira, se me ndonë shkurt. E blin 20 cent, e shet 30 cent ose 40 cent e shet. I fiton 20 cent. Apo den? Isha tu fol një herë me ton telefon, edhe... që më këta që kishtë? Isha me to tu fol në telefon, edhe thash, që po bënja këni flajt, fula me to me kamerë. I erë qika me shishe e vogël, diku 2 vjeqe e gjysë, më duket 2 vjeqe, i theke mam, ama qomsht, ja zgat ke ato të kamera, shishe. Aja që thash prit pak, mam, ama qomsht, unë e largoj ke, po që thash,
Në tretën herë kur ja lypi, unë i pja bëj thërë qo qik mbushja të është se gjyna linjer mua betin. Tha prit të ta që zdoj. Thash pse prit që toj, thash qika të lypë qonësht. O tha nuk kam, tha jem të e prit burin, tha desa ti fiton 2 euro, se u kun shumë shtrajt qumshti që të herë. 1 euro gjysa 2 së disa, për mja ble një qumsht. E kum shu telefonin, i kum thonë që bëni qikis diqka, ose shko të burrit të tezgat, ju mdali ashtë, ku marrë telefonin, ku marrë kuleten, ju më shku në Vesërunjan, ja kum dërgu paret, ajo disa o shku të burri vetë, e kum thirë në rrugës, i kum thonë shko meri që ka që pare i ki bleja qikis qumshtin. Kur nuk e haraj ata. Edhe i kum thonë burrit vetë, kur peshe që s'ki perspektiv, ndrysha, a ma mirë me hi me punu ti, me punu gruja, me marrë 300 euro ti, 300 euro gruja, me qu qiken qerdhe, nuk të eshin me ndryshu. Mbas një kohë, ka ndryshu, ka hi buri, ka hi gruja, tash nuk është muaja. Nuk është muaja familje, është këtë tjetër familje është, se ka ndryshu. Do më thonë për smiri. Pse me ndajt ma ankesa, kur e sheni që s'keni perspektiv ndryshoni, nëse e keni që s'keni perspektiv, ndimoj vetit, shtoja. Për shamull ky biznes që unë ju ofroj, këto mundeni me bo ku doni me kondoni. Kamer që këzile. Po shumë e vërtet, i kish qikat ma të mdoja TikTok, e kish qiken tjetër të vogël, që të voglën që fola. Pritë se kështë të lypë qëta qa mërë diko t'i më boni një delërëp, më boni një qëka një mesaj. I thojsha, shtene grunë pun, shtene qikat e mdoja, njona i kish 18, tjetra i kish 16, shtene më pun jetoni si grofa. Jo, mëre, me milion mu qikat, me lujt gjithë kush me toa, ja, mëre, nuk i lone. Okej. Ka ndryshu? Kan hi qikat pun, ka hi gruja, ka hi vetën pun, e kalon tezgen, do me thonë, 1.000.000% është të bo se fa, ka ble automobilin, po bën se fa gruja veç, shkon vetën pun, këthejetën pun, kjo ka automobilin e punës, do me thonë, është krejt tjetër 100% ka ndryshu. Kur o njeri shnosh, pëse me të argjuna? Unë ja dërgova për qikë se s'pa qumsh për momentin. Ajo ndështë ja ka ble, veç ato të holla ja ka ble për një muj, po unë ja kum dërgu sa më ka kajt zemra. Okej? Apo kuptani? Ku është perspektiva e njerit ku janë mendimet negative, ku të qojnë mendimet negative. Ka jetu për njerëz. Tash për respektojnë që ata njerëz, për respektojnë ato dhe ato dytë ma shumë. Tash ata janë të respektu ma shumë për i rrethit tyne, se i kanë dreq punë. Ari, mirëse dhe. TikTok. Am digove që thash, po të kuptoj ty shumë mirë se që ashtu mendojnë si e naiva. E kanë rrethin që asisoj, duheni me ndru që të rreth. Duheni me ndru që to, vetë spari dush me ndru vetë. Le thot kush që ka donë, po edhe burra duhet mu konë të meqem. Duhet me respektu grun e vetë, duhet me besu gruz vetë, me shku vetë në punë, me qu grun punë. Jo gruja me shku buri me punu si kali, gruja me hyb në për BMW-a, në për Gjipa, në për Sanden, me shku me qu qiken qerdhe, mu lymë, mu ndreq, me shtikla, me shku me qu fmin qerdhe. Qenë ato sende? Shkojnë hajnë të gashme, shkojnë punë, hajnë të gashme, pse ves me marrë të pi shpis? Kush o Gjermoni? Kuj ka kushte Gjermoni që e merë bukën me vetin punë? Prej sendeve të vogla mundet me ndryshu njeri shumë. Nëse si janë dënë mendën sendeve të vogla, s'kimi bo kur të mdoja të sendet. Dhe më thonë kushtet. Ajrije
Faleminderit që po më përkra. Nëse thush, hajtë se shkoj që kjo dit, hajtë se shkoj që kjo javë, hajtë se shkoj që kjo muj, hajtë se këqyrit vitin tjetër, ju kom thonë, ju mundeni me më përcilë sa të doni. Se kjo e mira që unë ju ofra, i kitë që thatë për fundin i sheshiri. Nda që punon, me telefon dorë jeni të nditën, e di që të nditën rini me telefon dorë, ose e mbani në gjep. Pse mës me shfrytzu telefonin? Telefoni është smart phone. Një telefon i menqëm është, që mundësh me shfrytzu, mundësh me ndryshu, krejt për mes telefonit të personalitetin, biznisin, të hollat, të bankës, gjithat i kiq aty. Pse s'munden TikTok? Edhe unë kom thonë s'moj, edhe unë kom mendu si ti, po si shë vërtet. Nëse ti do në TikTok, krejt botën mundesh me ndryshu ti. A keni pa Bill Gates i qavan? Me krejt botën në të lujt. Se a i bën që ka dënë vetë. E që ta them ju, se s'ka nerva. Se s'ka nerva. E më vjen keq për disa njerëz që nuk dojnë me ndryshu. Asun e s'kom desh, thash. Atëhere ku me di që i kësha bu burit qatë moment, edhe veç vetë me vetë ju ku më thonë, puf, ismi shhajzegar, gentleman jam, blem 1.000 euro, se ando në vit që i knashna, se pi zamrës pleste, ku më thonë, a vëden. E tash që vina gjendje, nëse buri më ndalë, unë e leu burin për biznisin tash. Pse? Jo që e kom forcu personalitetin, mësë keq kuptoni, ose që e kom gjithë dikon tjetër, jo. Po do me thonë, e di qka du, e di ku du, edhe e di pse du. Moralin, buri jam, nuk mundet me marujt. Po ju betona në zat. Drakula për shëndetje mirë se edhe. Pse TikTok i thush nuk i funksionon dikujna? Hajde kalzëm pse. Qysh më ka funksionu mu? Që to, më ka thonë mu, që kjo mulla e barkit, më ka thonë. Ti mundesh, ti ja del, do më thonë, kjo mulla e barkit në të ke mu. Ti mundesh, ti ja del, qysh, sakrifika. Për sendet e mira, duhet gjithmonë me sakrifiku. Te na shqiptarë, thujnë, duhet mi qky 2-3 par këpuca për me nëzoni feme. Që ku e qëllimi mashkullit? Pse nuk i shkyna i mashkull 3-4 par këpuca, me dalë me bu biznes. Pse? Kryesorja me pas femna, qajo qëllimi shqiptarve, për që ata jena naiva na kanë shkel me shekuj. Me shkekuj na kanë shkel se si pike parë se kena respektu vetën, nuk e kena respektu tonin, edhe na kanë shkel. Sot shkelen gratë, buri, nonën e fëmijëve e shkel. Nuk mundesh me e rujt. Kur nuk ki mujt me rujt, as nuk mundesh me rujt. Kalzoj ki babi jem një tregim, një femën, shumica, ndështë o kone dhe kjo e trillume, ndështë o kone e trillume, një buri shkon shumë gjelaz. Edhe i kishton gruja, ma bre bur, se nuk du me bo. Mosu të që trataj. Se me desh ta baj, edhe u qkurt mundesh me mi zgjidh edhe me mi lidh. Një dit për një dit, gruja lodhet, burri thët, po shkoj diku, ka pas me shku dikon, edhe kjo qohet qka me bo, qohet e thirja ranin. Që shumë kom për para dyrë të oborit, se shpia mrenda, e dyrë të oborit të mdoja për para. Ta ma vjelja rani, ja zgjidh se e na u qkurt, vjen buri. Edhe ko shpejt, e shtin buri në banjo, i kapi lidhu qkurt, edhe e merë brumin, dhe i sa ka hi buri mrenda, e merë brumin edhe e merë kështë po gatun. Vjen buri, a u lodhe bur,
Jo, t'ja o lodhe që babaj që di sa me bo diqka për drejt. Po aja kishe ka kap urina. Edhe vrë, edhe dhët, o, burë, s'gad ma që t'u shqurë se lëshova. I kom durët me brom. Shkon aja hinë banjo, për para që shkon banjo, a që i kanë thonë aty ne. Shkon aty, ja qelë dritaren jaranit, e qëtë jashtë jaranin, e bën atë punën, qashtë të drakull. E bën atë punën me jaranin, edhe kthehet o pet të bure i thët lidh ma o qkurin tash. Edhe i thët bure e bona, atë kom thonë. Qështu qyshe e bojnë burat, mundën edhe gratë. Gjithë kush duhet me rujt moralin e vetë. Nuk mundet buri jem më rujt mu, asun e buri tem. Nëse buri jem ka trahtu mu, se thojmë ka trahtu, a i mu nuk më ka trahtu vetën. He, mare flamor. Budalës i doken pralla, se s'dimi logiku sendet. Budalës, që shkishta, që kishe fula mirën i tash bona diqka. Wow! Hajde Dracula. Po të pres. Qede? Bash zemra. Po pra, nuk mundesh TikTok, edhe me dash nuk mundesh. A i keni vrejt disa mashkuj, kur ti bosh gjeloze, buri shkon të urit fryet si qurani, i do këtë vetja ma i mirë. A vëdi se po më gjelozon gruja mu, po më dojka, a i kujton që pedante. A nuk e din që o tu të shkatru për mrenda, edhe një dit i thush goodbye, hajde qës. Jo, Dracula. Jo. 100%, 100 ma ka jep, veç i kom thonë s'dip se të ndigova, nuk e ndigova intuitën teme. Jo, Dracula, ka tjera arsy, nëse më thot për biznisin ti the, nëse më thot për një biznis diçka edhe ndel gabim, është diçka tjetër. Po nëse më thot mëse bo biznisin mo, po jom të gjelozu, mëse bo se po s'po më trahton ose ka loj sende. E thash, po se kuptove ti qfar mënyrë ndështa. Edhe ti vete pyetjen e bone kesh, Dracula. Nëse buri tha të propozon diçka për biznes, a ke qashto? Thot bëne qëto për biznes? Qysh me ndove ti që ato me bu për biznes? Ndoshta ki me ndu me më thonë buri le biznisin për mu? Ta jepi një ide, po, ma jep një ide për biznes ke fjalla, apo? S'ka lidhe, ma ka jep qindra ideja. Ka ndodhi më shku deri në Austri, më këthy pa di hava më shku. Deri shtash yser fola une për personalitetin. Nuk e di ku kjeti. Dracula, atë folim sonte në mbrëmje që ti? A vjen ti të une? A, sonte nuk muj deri në ora 22. 22:10 ndështa, se në meeting. Nëse je në gjendje që atëherë, asu në s'ko këna e lirë, Dracula. A jeni të e pa që jeni të anu me sende negative. Nuk për ju intereson personaliteti ju i me ndryshu. Po ju intereson thashe themet.
Krejt që ka jeni të shkrujnë komentet kota. Ju tregova qatë histori, nda që kuptojni, nda që nësë kuptojni. Dhe më thonë mbyllet kjo temë. Unë s'ju lexoj komentet, për shkak që po shkruni, po s'ju lexoj. Okej? Qa ashtu vdes Drakull? Bash, i ka lodh ba u shtella sever. Argenta këtu ja, ani hiç nuk fol, gjak të boj argent. Tash ti marrë të vitaminat e mija se të na po haraj. Që tash ko me dal, krasniqi me drogë, që drogë e langshme është që kja qëre. Që shobu me kësina është, me kurkuma. A e dini që depresioni edhe ADS-i të shqiptarët është 80%. Ose ko ADS, ADHS ose ADS, ose në depresion. A e dini? Po TikTok-e. Për çka Drakulla? Çka është aja? Ku ke? Ku mbete? Ku shkruve? Ju më të shku mu këthyne? Ku të ka shku? Drakulla. Pyetje logjike, po me mdigu mu, shi andra opet, le dhe mbajnë tru, se s'mundesh mi dhe për tu në konto. Ko ke nervoz, jo me koncentru margjen. Që shkuj dhe njëra. Hajt shkuj dhe njëra, dhe shta të kuptoj ma mirë. Kështu ja njerëzit nëse e kuptoj. Për që ata tash mbajnë të mend, mbajnë në tru. Ma mirë ta qëtë mi mbajtë në tru, se qashtu e ndrome, si thojnë pula nëse nuk she andër që ka më hongër grun, do me thonë cuf. Edhe shqiptarët që milionera, miliardera në tru, a i keni pa fëmija në Kosovë që shfolin me miliona. Me mishe, me. E ndoshta si ka asë një euro në gjep si ka. Se rriten me andra shumë të mëdhaja, por realizimi jo s'është kur kun heq. Pse unë edhe ju tregova gjë story, nëse diku shokun. Andrat e mija si fëmi. Unë jem rikëthy bo si kur një fëmi, kur jem e plët andra. Edhe vish kur të bëhet andra realitet. Edhe pse kom thonë dje, kom pas qef sy ardeks, se kom pas qef me shetit. Tash ma ka pru zoti edhe shetiti, edhe punoj, edhe shkoj ku du në cep botës. Ai, Drakull qa ki folë. Nishta me thonë diçka gati ka bova, diçka po shujta ma mirë. Jo s'me tha. Nëse në shtet Drakull më nis nesër më ardhë, qatë jenë të ti. E më boti mu me këqyra për ma bëna se ma bënë qatë lazanje. Mëse më shtet nesër më nis, edhe më bas nesër me ma qiti mu lazanje. Apo në marrë me frajerin, Drakulla, se buri është më punë. Mëse më shtet më nis nesër në sabah, se bëllë du atë vend ku jeti. Lum jaj si të këna fa. Lum, valla. Lum. Lum aje, lum une. E pse e ki qërgjan? Po ku e din ti kënde kom burun e Drakullun, të mbur jem është, si kur njona një kolege e jemja, e pa ta qunë Gjakov të frizeri, edhe paramendati, e kish vetë frizeri, kush është kë? Ka thonë buri.
Ja kësh pas bo një foto mja të regu, a me më të regu mu, a me të regu asajna, diçka, një foto e kish bo. Edhe, kjo e ka për registron atë foto në telefon, e nuk e di qa u konë, diçka qysh u konë puna që në telefon e kish pas foton. Edhe kur shkova unë mbas disa mujve, po ma bën tha u konë e kolegja jote të une, tha ke me burin. Thashe, kur o konë, unë e disha që u shkuaja në Kosovë pa burë. Burin e kish në Gjermani. Edhe pja bëj pret, ama thash, tha e kom foto. Thash, ama tasha, kur pe këqyri, aj krejt tjetër tip. Thashe, kaj tha e ka burin, tha Deçanin. E aja ka burin e Prishtines. Qka përzive Drakull që tash nuk e di. A ka të drejti dashuri me gjelozu nëse e shet e dashurën duke u përqafu me burin e saj. Aj, zoti madhe. O, Ika, kaloni mirë se duhet me dalë që tashti. Qa, ju dua, faleminderit shumë për kushte. Nëse dikush don me ndryshu kuleten, kvalitetin e jetës, nëse nuk shep perspektiv, ndrysha, forcoje personalitetin, nëse don, mundesh me më shkru ose këtu, ose në Instagram, ose në YouTube, ose ku doni. Hajde ju ser. Hajde lumbofsha, hajde po priset. Ndryshoni o njerëz më së rrini si qyqe, se kur t'ju vjen hesapi, me pagu rryme, oje, sande tjera. Më së rrini t'ju e prit si qyqe, mi kursy që atë ushqim që i keni desa t'ju vjen paga. Mas pari ndrysho mendimet negative heki, kthej mendimet pozitive, hap pas hapit, ndryshohet jeta komplet. Faleminderit zemra gjithashtu. Ju ser ki shkru nashta shpejt, po mundona me të kuptu, a ka mundësi me hyp shiqeni, ki dish me thonë, e ki shkru shiqeni e shiqeri, me siguri. Me një pauz nëse e din të regam. Krejtë në vare që është ka marrë me në pauza, ju ser. Nëse të ka marrë me keq, do me thonë dhe përdon keq. Nuk flenë mirë, të hyp kortizoli, të hyp diabeti, edhe gjithat vinë. Nëse danë, nëse jeton dikun në Evropë ose në UK, nëse danë me ndreq menopauzën, atëherë të heket, të regulohet kortizoli, flenë mirë, edhe të heket diabeti. O me qatë punë se në thuti s'mune me ble as një pako cigare. TikTok po më dora me të kutu përshëndet e zja e muzike galu. Mirë, ashkëm tja e mirë. Qysh kam i hek, ku as një pozitive si kam bet. Ja s'di Drakull, shkoj komenti, shkoj. Të hypët është dryva. A m'dive që a thash Drakull, mëse më shte mu njës nesër, e m'bas nesër me ma qiti unë lazanjen. Mëse më shte, se vi, ndash me burë, ndash me frajer, qysh dush, dy t'i kam. S'po m'pelqen se krejt senet po përpshihesh, kishe po folë si kur dje. Ju ser, por qa po të me të folti, unë ju kom thonë, mere një privatin, ju të regaj, nëse dani mi ju ndimu. Ku është problemi? Pa pare jem të bu, në foli bëj qka du. Për një me Drakulla zbesaj, valla, veç hajt. Se me bo me tirë tani të shumë, mu ka smu nona në Kosovë, duna me shku ose dikosh.
as ju ka mbet as një. Po duhet që lizat e trunit mi zhvillu. Okej, e fik telefonin që shka ndodhë të shqiptarin, që shka. Kështu që i ka kaloni mirë. Mendoni, nëse s'keni perspektiv, aty ku jeni, gjithmonë kanë thonë, një ujë që i sec duhet me ikpi aty, se mbytesh në ta. A e dini që shmbyteni? Se bini në depresion, përloheni bure e gru, se s'keni kushte, nuk kuptoni njoni me tjetrin, po nuk është problemi të na te burri dhe gruja, po është problemi të parja dhe të personaliteti juj, që nuk doni me ndryshu. Rreni, kaloni mirë, ju dua deri herën tjetër. Ciao. Ciao, më rënë, ndalës për ndalë.